E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po vazhdojmë të ritakohemi në fakt, po na ndajnë edhe pak orë nga gjysmëfinalja, nga momentet e bukura, nga emocionet fantastike, nga ndjesit që banorët kanë. Sonte është nata ku do të vendosen 4 finalistët. Njëra është në fakt Selina, por janë edhe 3 ato që do të ngjiten pas Selinës. Në fakt është Big Brother i parë, më duhet të jem koherent me ju, është Big Brother i parë që ne nuk mundemi të japim emra konkret se cilët do t'jenë në finale nga që analiza të çon përtej gjës. Tani, në shtëpi kanë mbetur Rogerti, një lojtar shumë i fortë, me negativitetin e tij, po ka qenë një lojtar që ka trazuar shtëpinë, që ka ngritur në këmbë të gjithë shtëpinë, që do të thënë që në momentin kur hyri Rogerti filloi të bëhet loja, filloi shikueshmëria të rritet, do të thënë ka qenë një super favor i produksionit. Kemi Mirin, një lojtar i cili ka luajtur këtë lojë ashtu siç e kam thënë gjithmonë, do t'i qëndroj deri në fund. Mendimi tim, e ka luajtur në shpinë të tjerëve, e ka luajtur në shpinë të Selinës, e ka luajtur në shpinë të Rogertit. Kishte frikë të luftoni vetëm në këtë rrugtim. Unë kështu në fakt e kam parë Mirin dhe kështu e analizoj unë lojën e Mirit që ka bërë brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Kemi Shëndritin, i cili unë e pres që sonte Shëndriti do të del nga shtëpia. Shëndriti ka qëndruar në shtëpi deri në këtë pikë të lojës për faktin sepse produksioni nuk dëshironte që Selinën ta lërë të vetme dhe ka patur një dinamik Shëndriti interesante, domethënë e ka bërë lojën interesante, ka krijuar dinamika që në hyrjen e Shëndritit ndodhi përçarja mes Mirit edhe Selinës, domethënë ka qenë një lojtar i cili e ka mbajtur shtëpinë gjallë dhe ka qenë i spikatur nga ana e Rogertit, do me thënë Rogerti ja ka njohur shkattësinë. Kemi Mateon, një djalë i cili u tregua qytetar, një djalë i cili përdori kulturën dhe ka luajtur një lojë të qetë, dhe kemi dhe Brikenën, e cila brenda lojës ka patur më së shumti sharmin sesa strategjinë për të ecur përpara dhe për të luftuar për të qenë në piedestalin kryesor, do me thënë për të qenë e para në Big Brother. Do me thënë janë këto emrat të cilat kanë mbetur brenda shtëpisë. Tani, ne të gjithë duam të dim radhitjen. Tek votimet, Mateo rezulton që të jeti pari, do me thënë shqiptarët janë të fasionuar pas Mateos, krahas Rogertit edhe krahas Mirit, Mateo ka më shumë fansa, edhe nëse bazohemi në ndjekje në Instagram, do me thënë Mateo ka më së shumti follow, po kjo nuk do të thotë që edhe Instagrami Rogertit nuk ndiqet. Ndoshta njerëzit nuk e bëjnë follow sepse nuk duan që të thyejnë atë mendimin e tyre që kanë për Rogertin dhe nuk duan që ta kenë në Instagram, por unë mendoj që tek shikueshmëria, tek klikimi i profilit të Rogertit, tek storyt e Rogertit, numri është gjithmonë më i madh se sa ka followersa, sepse kureshtja e qytetarëve, kureshtja e ndjekësve të besueshëm të këtij reality show duan të dinë më shumë se çfarë po ndodh me jetën e tij, çfarë po ndodh me përditshmërinë e tij, çfarë po bëhet për të, çfarë po flitet për të, çfarë thot familja. Do me thënë kanë një lloj kureshtje dhe nuk mund të bazohemi në asnjë mënyrë nga followersat, nga klikime që janë në Instagram. Tani, duke u bazuar në suportin të jashtëzakonshëm që produksioni ja ka dhënë Mirit, që opinionistët ja kanë dhënë Mirit, do me thënë Miri ka qenë si një lemëz mes dhjomit, unë mendoj që Miri shkon automatikisht në finale. Tani, a e meriton finalen? Miri nuk është se ka bërë ndonjë lojë, nuk është se ka përdorur ndonjë strategji, do me thënë Miri me krevatin hyri dhe me krevatin po del, edhe Miri edhe Selina nuk e sqaruan këtë punën e krevatit asnjëherë, do me thënë e lanë punën e krevatit në mëshirë të fatit dhe nuk më duket ndonjë strategji interesante, nuk më duket ndonjë strategji e fortë, por vetë fama e tij, vetë arti që Miri ka bërë, bashkëpunëtori i grupit West Side Family, një ndër grupet që ka mbajtur gjallë popullin shqiptar me këngë, kjo gjë, do me thënë autoriteti i tij do ta çojë drejt finales së madhe. Por unë mendoj që Miri ka qenë një lojtar i cili ka luajtur nën çadrën e të tjerëve. Derisa ishte me Selinën, ishte Selina ajo që hidheshte për Mirin, më pas do me thënë kur u bë me Rogertin, ishte Rogerti ai që fliste dhe Miri rinte pak më në hije. Tani Rogerti a meriton që të jetë në finale? Unë mendoj që po, sepse ka bërë një lojë
interesante, do më thënë ka qenë poli kundërt i asaj shtëpie dhe zakonisht në finale shkojnë dy pole të kundërta, sepse nuk do të thotë që sonte duhet të mbaron Big Brotheri, për mendimin tim sonte dhe në ditët në vazhdim 4 finalistët duhet të jenë më të zjarrt që të bindin popullin për ta fituar këtë Big Brother, dhe mendoj që Rogerti duhet të jetë. Tani a duhet të jetë Matteo? Me patjetër që Matteo duhet të jetë në finalen e madhe, sepse është një djalë i cili ka luftuar në shtëpi, është një djalë i cili ka dhuruar energji të mirë shtëpisë, por siç shoh Matteo nuk e ka shumë në leverdi finalen e madhe, saqë dëshiron që ta shikon Brikenën në finale. Unë mendoj që Matteo mund të ketë ndonjë pakt me produksionin për të çuar Brikenën në finale dhe vetë për t'u larguar. Tani, sipas mendimit tim, në finale duhet të shkojnë sonte Rogerti, Miri, Matteo, Selin, dhe në këtë kombinim jam i bindur që fitoren e madhe do të ndahet mes Mirit dhe Selin. Do të thënë do të jenë këto dy personazhe që do të gjenden në podium. Edhe pse të gjithë banorët kanë frikë, shikoj Rogertin është shumë i trembur, deri një ditë më parë Rogerti do të thënë thonte që un jam në finale me se s'bën, por siç duket realitetin e ka kuptuar, thot mua nuk më mbështesin jashtë dhe ndoshta nuk do të arrit të jem në finale. Tani sipas votave me patjetër që Matteo dhe Brikena kanë më shumë vota dhe realisht duhet të dy të shkojnë në finale sepse kanë fanbase-in shumë të gjerë dhe kjo gjë është e dukshme, do të thënë mbështetja duket se ku jepet. Në anën tjetër Miri ka një lloj mbështetje, por unë mendoj që produksioni këtë herë do të nxjerrën Mateon nga gara, kjo është analiza ime, sepse nuk do ta bën Mateon fitues dhe ta mbështetën Brikenën për ta çuar drejt finale, sepse një vajzë vetme në finale nuk do të jetë. Do të thënë vetëm Selina në finale, nuk ma merr mendja që për herë të parë ky produksion do të linte vetëm një femër. Po të dëshironte që t'i çonte 5, do t'i kishte çuar 5, por unë mendoj që një femër në finale nuk shkon. Për shembull, nëse krahasoj me Big Brotherin e Egla Cenos, kishim Heidin Eglën në finale sepse ishin të klikuara, por kishim dhe Meritonin sepse ishte nga Kosova. Do të thënë i ka bërë Top Channel këto manovra. Dhe këtë herë kemi 4, unë mendoj që Matteo do të jetë ai që do largohet, Matteo dhe Rogerti. Unë këtu jam gjithmonë te kjo dyshja, do të thënë. Por mendoj që Matteo duhet shkon në finale, ndërsa sipas mendimit tim, në finale shkon Rogert, Miri, Matteo, Selin. Do të thënë këto të 4 janë banorët të cilët duhet shkojnë në finale. Mendoj që të 4 e kanë mbajtur shtëpinë gjallë, kanë patur diskutime, kanë patur dinamika, kanë patur ofendime mes njëri tjetrit, por në fund të ditës do të thënë kanë qenë banorët nga të cilët është klikuar dhe është komentuar Big Brother. Unë mendoj që Brikena ka arritur deri këtu në lojë duke e ndjek shembullin Matteo, do të thënë duke e patur Mateon. Po të mos të ishte Matteo, Brikena nuk do të ishte në këtë shkallë ku është.